Përshëndetje. Ditët e fundit është hapur sërish çështja e vizitave speciale në burgjet e vendit. Si e shpjegoni fenomenin e eskortave që lidhen me takimet në burgje si në rastin e burgut të Reçit? A është ky një fenomen i izoluar apo është pjesë e një rrjeti më të gjerë eskortash? Është bërë kjo tashmë, por sigurisht që presim një reagim me burime zyrtare, nëse ndron apo jo. Pra, të kemi një transparencë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve edhe me këtë fenomen. Nëse për burgjet është folur për shumë elementë të cilët e kanë cënuar sigurinë publike, po edhe kryesisht sigurinë e burgjeve. Rastet e burgut Peqinit, rastet e ndryshme kur brenda burgjeve, ose rasti i Durrësit kur personi që shoqëroi për në spital largohet, në thonjza arratiset nga një strukturë policore që më shumë bënte shoqërim pa element sigurie, dhe të tjera kur brenda burgjeve janë kapur element narkotik. Një video e cila u bë virale kur disa persona me shkallë lartë rrezikshmërie në burgje bën fest përfshirë muzikën dhe përdorimin e lëndëve narkotike. Dhe tashmë ky informacion që del sot në media, dhe në mediat kryesisht, që flet për vajzat të showbizit të cilët bëhen pjesë e takimeve speciale në burgjet shqiptare. Sigurisht që kjo thash presim një burim zyrtar, dhe nëse ka vend për hetim, nëse ka raste që abuzohet apo jo në formën se si burgjet janë kthyer të vendet frekuentimit personave të cilët gjejnë mënyra të kamufluara për të bërë prezent në këto takime në burgje. Si e shpjegoni faktin që persona të njohur të botës së krimit kanë arritur të zhvillojnë takime speciale brenda burgjeve? A na tregon ky rast se grupet kriminale vazhdojnë të kenë ndikim edhe brenda institucioneve të vojtjes së dënimit? E ripërmend edhe një herë rastin e burgut Peqinit, ku nga ato konstatime në rastet e një vrasje brenda burgut u konstatua që në burgje ishin përshtatur ambientet e edukimit në palestra ku të fortit i përdornin ata dhe të dobët ishin shërbim të tyre. Kjo tregon për një lloj dominance, që kjo dominancë në jetën private, në jetën normale, dominon dhe në hapësirat ku ka izolim, pra burgu. Dhe kjo me sa duket është niveli dobët i kontrollit të sigurisë në burgje, korrupsioni, që është baza kryesore e saj, sepse në burgje është bërë investim jo i vogël nga vendet e Bashkimit Evropian, nga qeveria shqiptare, për të krijuar burgje e para brenda standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian për drejtat e njerëzit, por edhe për sa i përket elementeve të sigurisë, ku shpeshherë korrupsioni ka qenë kryefjala e administrimit dobët të burgjeve, ku nuk kanë funksionuar këto sisteme sigurie siç janë kamerat, por dhe regjistrat. Pra rasti konkret, nëse kjo gjë që është sot publike ka një hetim, ky hetim do të rezultojë nëse janë apo jo të vërteta, sepse janë e para regjistri, kamerat e sigurisë që zoti Rama, pra kryeministri i vendit, deklaroi që në disa burgje do të kemi sistem të kontrollit të transmetimit figurës paralel me institucionin e burgut, për shembull Peqinit apo të zonave tjera, në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Pra do të kishin pamje filmike kur në kohë reale dhe atje mund të kontrollohesh se si funksiononte sistemi i regjimit të daljes. Kështu që pa qenë nevojë për të ngritur grupin spektrimi. Nëse kjo gjë është e vërtetë, nëpërmjet serverëve të cilët ruhen mbi 3 muaj dhe më shumë, mund t'i kthesh atyre pamjeve për të verifikuar regjimin e daljes dhe kush janë personat të cilët kanë frekuentuar në këto takime speciale midis personave shkallë të lartë rrezikshmërie. Dhe nëse ka që vajzat showbizit janë pjesë e frekuentimit tyre, atëherë duhet shikojmë lidhjen midis krimit dhe showbizit, se sa ato janë bashkë. Jo në kuptimin e frekuentimit, se sa nëse pjesa e parave tyre qarkullon dhe pastrohet qoftë edhe nëpërmjet aktiviteteve artistike.
Si mund të kenë hyrë këto vajza në burgje pa kaluar kontrolle të rrepta sigurie dhe çfarë parashikon ligji për takimet speciale? Për të hyrë në brenda burgjeve të sigurisë dhe për të bërë takime, sigurisht ligji e ka të përcaktuar cilët janë personat që do të kenë. E para duhet të marrësh një autorizim dhe e dyta duhet të jenë të përcaktuar familjar, bashkëtues. Me sa duket këtu fillon ajo që themi përpunimi i një dokumenti që nuk e di sa është i vërtet që nxjerrë një akt notarial që ata bashkëjetojnë. Kështu që duke përfituar si bashkëshortja apo bashkëjetuesja, i jepet mundësia që nëpërmjet këtij dhe kësaj hapësire të kenë mundësi të kenë takime. Pastaj si do të jenë takimet speciale apo jo speciale, patjetër që kontrollin i burgjeve të cilët vjen tek personat të cilët janë në izolim për aktivitet të rrezikshëm kriminal, edhe nëse ata mund të përdoren si ndërmjetës, si kurrier për të ushtruar ato aktivitet që është jashtë burgjeve, sepse nga ato informacione që qarkullojnë, po dhe nga eksperiencat botërore, shpeshherë personat brenda burgjeve kanë vazhduar të kenë komunikime me botën jashtë burgut duke porositur vrasje apo duke drejtuar dhe menaxhuar aktivitete të paligjshme, siç janë si nga drogat që vinë nga Amerika Latine e deri tek aktivitetet të tjera që shtrihen brenda territorave. Çfarë rreziku paraqet lidhja mes botës së krimit dhe personazheve publike në rrjetet sociale? Përveç pastrimit parave që ju e përmendët pak më parë. Unë mendoj që është përfshirja dhe rreziku i pastrimit parave, por ndoshta edhe lidhje të cilët duhet tetohen, nuk mund ta eludojmë dot, nëse mund të jenë përfshirë apo jo në aktivitete kriminale. Jo domosdoshmërisht çdo lidhje që mund të jetë ndoshta për motive ekonomike, mund të jetë domosdoshmërisht për përfshirjen në aktivitete kriminale. Kjo kërkon një hetim me metoda proaktive ndaj personave të cilët ka informacione që hyjnë, kanë kontakte, por jo në pak raste ka pasur qoftë edhe jashtë burgjeve lidhje të dyshuara apo lidhje midis personave me aktivitet kriminal dhe personat të cilët janë nga arti apo nga bota e showbizit. Dhe kjo gjë duhet të jetë e faktuar tash, jo vetëm tek takimet që ato bëjnë, sesa në jetën reale. Roli që ka një vajzë showbizi apo një tjetër person që bën jetë publike, jashtë jetës publike, pra në aktivitet ku mund të kontrollohet aktiviteti financiar. Është shumë e thjeshtë për të kontrolluar një aktivitet financiar, të ardhurat, milionat, parat, pasuritë e paligjshme që mund të kenë, shpenzimet që bëjnë për dalë brenda dhe jashtë territorit. Të gjitha këta mund të kontrollohen dhe mund vendosen dhe mekanizma financiar për kontrollin dhe tatimin e tyre. Kështu që mund të ishte një mënyrë për të mbajtur në kontroll, për të verifikuar nëse parat që vinë nuk vinë thjesht nga aktiviteti komercial apo artistik, po vinë në burime të tjera të paligjshme që janë nga bota e krimit. Pse mbi ligjin antimafia jemi dhe funksionon për sekuestrimin e banesave, të trojeve, të bizneseve, janë të pajustifikuara nga pikpamja financiare. E njëjta gjë mund të jetë për bashkëjetuesët, ligji funksionon, për familjarët apo personat të tjerë të afërt, të dyshuar që mund të kenë para të ardhura kur nuk mund të justifikohen nga aktivitetet ligjshme. Nga ana tjetër kemi dhe shefin e komisariatit të policisë Sarand, Gëzim Bashkllari, nën komisarin Andi Duro, Aidin Ismailaj dhe inspektorin Robert Çullaj që janë ndaluar nga AMP-ja, sepse kishin lejuar ndërtimet e paligjshme dhe pronat lidheshin me persona me rekorde kriminale, pra një shkrirje në e gjithë strukturës policore. A mund të themi se siguria në këtë qytet ka rënë sepse praktikisht është shkrirë ky institucion? Fillim dhe ky zbulim nuk erdhi nga shërbimet huaja, por erdhi nga shërbimet e policisë shqiptare dhe të agjencisë mbikëqyrjes policore, tregon një lloj pozitiviteti që policia është në gjendje të kontrollojë strukturat e saj, ardhja e zotit Hita në detyrë si krye polici i vendit dhe deklarata e tij e parë e fortë
ku tha do të pastrojmë rradhët tona, sepse pa një polici të pastër dhe pa kthyer besimin tek publiku nuk jemi në gjendje të kryejmë atë që ne kemi detyrë të shenjtë për ndalimin, kontrollin e territorit dhe të jemi në ndihmë të qytetarëve dhe të pronave tyre. Dhe kjo është një tregues ose nga produktet e para të punës së mirë të nisur nga drejtori aktual, i cili nisi disa ndryshime në shkallë vendi, ku ato konsistuan jo tek drejtuesit kryesor, po tek zinxhiri, kryesisht tek drejtori, ke nëndrejtori i drejtorisë vendore, roli i nëndrejtorit është shumë i rëndësishëm, sepse çon në kohë reale tek drejtori në mënyrë operative funksionimin e hallkave dhe zinxhirit të urdhrave dhe të udhëzimeve që vjen nga drejtoria qendrore deri tek hallkat bazë. Dhe ajo çfarë ai ndërtoi në konceptin tim është struktura e besimit, sepse nëse do të kontrollosh si funksionon mekanizmi, patjetër duhet të kesh informacionin. Jo vetëm në format e letrave dhe të shkresave në mënyrë formale, por duke marrë në mënyrë operative, në mënyrë të drejtë për drejtë nga terreni. Por ajo çfarë nuk funksionoi është ajo për cilën qeveria shqiptare është deklaruar si në parlament ashtu dhe përballë faktorit ndërkombëtar që Shqipëria hedhi në orbit 2 satelit, Shqipëria 1 dhe Shqipëria 2, Albania 1 dhe Albania, ku në satelitët kishin mundësi të kontrollonin territorin, si për parcelat me kanabis, për ndërtimet e palishme në mënyrë të veçantë, kryesisht në zonën e jugut, por dhe kontrollet të tjera të cilët vjen për llogaritjen e zjarreve, të fatkeqësive natyrore ku përfuten tërmetet, apo kullo tjerë. Gjë që nuk funksionoi dhe ky nuk erdhi nga inteligjenca apo nga shërbimet e inteligjencës së teknologjisë, po ky erdhi nga burime të cilat vijnë si rrethoj e një pune të marrë nga inteligjenca policore, si rrethoj informacione të marra nga terreni, që diçka nuk po funksionon dhe në këtë territor ka ndërtime të palishme, të cilët në sfond kishin aktivitet kriminal. Prona i takonte një personi që është ekzekutuar me lëndë eksplozive dhe një zonjë e cila posedonte pronën apo e administronte e cila shpallën kërkim, duhet dim kush është raporti i saj me pronën dhe raporti i saj me ata persona të dyshuar, të paktën sipas agjencisë mbikëqyrjes policore, që është një çështje në hetim, që mbrapa saj mund të jenë grupe të dyshuara me bazë nga kamza, grupe kriminale të cilët ushtrojnë aktivitete duke përdorur investime të tilla qoftë të palishme për pastim parash. Një bar që po u bënte bar beach që u bënte gati për fillimin e sezonit turistik. Pra, presioni, format e marrjes së pronës arrin derisa depërton tek mbështetja nga persona me pushtet. Këtu shtrihet një shqetësim i madh që kush është roli i kryetarit të bashkisë, a ka informacion, ka disa mekanizma kontrolli, siç është kontrolli i territorit, policia bashkiake, po kemi prefektin që ka në thërret në interpelancë apo thërret në funksionin e tij kryetarin e bashkisë, po dhe drejtuesin e policisë, shërbimi inteligjencës apo shërbimi informativ, informacione nga publiku të cilët do të vinë në forma të ndryshme të denoncime që ato japin. Të gjitha këto, përveç atij që tham, kontrolli satelitor, nuk funksionuan deri në momentin kur kemi një operacion policor, arrestohen, shkarkohen dhe deklarata e punës e drejtuesit të lartë që thotë mund të përjashtohen përgjithmonë nga strukturat e policisë. Policia e shtetit ka shpërndarë një dokument për të gjitha drejtoritë vendore në vend ku pranon se situata e drogës dhe armëve të ftohta pranë shkollave është kthyer në një problem shumë serioz sigurie. Hita ka dhënë porosi ndaj varësve dhe i ka konsideruar hapat si emergjente. Pse jemi në këtë situatë dhe a është vërtet aq emergjente? Shiko, është folur shumë herë për perimetrin e sigurisë së shkollave. Unë kam qenë të personat e parë që kam insistuar që ne duhet ta përcaktojmë këtë. Me ardhen e Zotit Balla, u mor ky element në diskutim, ku marrëveshja dhe marrëdhënia midis Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Arsimit
arriti në një pikë që të përcaktonte hap pas hapi mbi bazën e profilit shkollave dhe i quhet perimetri i jashtëm. Kjo u shoqërua me disa operacione policore që ishin Tempulli 1 dhe Tempulli 2, ku rezultuan mbi 200 e sa grupe të vogla që vepronin në territoret dhe në afërsitë shkollave, që merreshin me aktivitet paligjshëm, kryesisht lëndë narkotike, si nga ato tradicionale të kanabis, por dhe lëndë sintetike. Dhe nga i moment nuk kemi pasur me operacione, po ka pasur konstatime dhe goditje sporadike, dhe me sa duket drejtori i ri ka informacione që nga terreni, rasti i kapjes në Durrës se një grupi nga Tirana që shpërndante në formën e gelatinës karamele për shkollat, duke shpërndar në formën e një grupi të strukturuar lëndë narkotike. Vërtet është fundi i sezonit, por është fillimi një pune gjatë gjithë kohës përfundimit të sezonit shkollor, po dhe fillimit të një sezoni i ri, për të ndërtuar jo më aksione, po për të ndërtuar një punë të mirëfillt, për të shpëtuar brezin e ri, gjeneratën e re, nga përdorimi i lëndëve narkotike dhe pse jo dhe nga inkriminimi. Sepse ata që përdorin lëndë narkotike, moshat e tyre kanë zbritur në mënyrë të frikshme, ka vajtur deri tek 9 vjeçarët. Kështu që kjo është një këmbën alarmi ku detyra e policisë ka jo vetëm parandalimin, por goditjen e këtij fenomeni të rrezikshëm të frikshëm për një gjenerat re që do të vi. Unë shikoj disa lëvizje të zotit Hita, si në rastin e akademisë, duke inkurajuar studentët e akademisë që do të jenë gjenerata re e drejtimit, që do të marrë drejtimin e policor, por dhe tek shkollat, tek gjenerata e re, e cila është për ta shpëtuar nga lart dhe ata personat të cilët në moment të aktivitetit kriminal fatkeqësisht shkojnë deri tek fëmijët tanë, tek shkollat, duke i përdorur ata për shkak të moshës, jo vetëm si konsum, por duke i përdorur ata edhe si shpërndarës, duke përfituar nga mosha, naiviteti, por edhe duke i stimuluar ato fëmijë të cilët kanë dhe trauma dhe probleme kryesisht në familjet e tyre. Shumë faleminderit zoti Softa për intervistën. Faleminderit juve.